Tani ti e risa çka është më e veçantë diçka te ti është që je vetëm 15 vjeçare edhe ke qenë nxënëse në shkollën Algorithmics Prishtina. Tani je mësuese po në atë shkollë. Tregon pak për këtë eksperiencë. Çish u ndive kur ta dhanë atë titull? Unë jam di shumë mirë, ka një ndjenjë shumë e veçantë, e ditë sidomos që jam konë ish nxënëse. Po. Edhe e kom vrejtë se çfarë ndikime kam pas profat shkollës Algorithmics në mendimin tam për programim edhe mënyra se qysh s'm kanë lënë mu dorëzu kurrë edhe nëse s'kom di diçka më kanë ndihmu edhe u ka një ndjenjë shumë e mirë me ditë që kom u konë qaj person të nxënësat e mi edhe e marr si priority me pas qatë sen. Ndoshta mos kishin qenë aq suportues, ndoshta edhe Po. teachers ose mësuesa që janë aty, a kish qenë ndoshta njëjtë? Nuk menoj që kishte njëjtë, a din nashta prap Ndoshta ka njerë sot do që ti për shembull i jep prej vetës krejt edhe mësohesh, pa qenë dikush më i madh edhe Prap me kanë drejtu, ndikim me profat, suportu, nuk ish mujt. Po çysh ndihesh për shembull që jetash në vendin e tyne? Edhe ndoshta ma mirë nxënëse atash mësuese. Ndoshta mësuese ka më shumë përgjegjësi. Në fillim jam di shumë, kanë shumë një ndjenjë e çuditshme, më kanë anën tjetër të klasës, pra në rolin e mësuesës. Tash është super, ndina shumë mirë. Po, roli mësuesës ka ma shumë përgjegjësi. Edhe nashta kanjëherë thom më ka nxënëse e kisha pas ma let, ama prap se prap dyrat.